Këto 3 shenja mund të përballen me një të vërtetë që nuk mund ta injorojnë. Ndonjëherë universi nuk dërgon vetëm mundësi apo lajme të papritura. Ka edhe momente kur një e vërtet del në dritë dhe na detyron të shohim një situatë me sy të rinj. Mund të jetë një bisedë, një realizim i papritur ose një moment reflektimi që ndryshon mënyrën si e kuptojmë një situatë. Për disa shenja të zodiakut, kjo periudhë mund të sjellë pikërisht një moment të tillë. Një e vërtetë që del në sipërfaqe mund të ndryshojë mendimet, vendimet dhe ndoshta edhe drejtimin e planeve të tyre. Gaforja. Një moment gjatë kësaj periudhe mund të bëjë të reflektosh më thellë mbi një situatë që lidhet me jetën personale ose me një marrëdhënie që ka pasur rëndësi për ty. Një bisedë ose një informacion që arrin papritur mund të bëjë të kuptosh diçka që më parë nuk e kishe parë qartë. Universi mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të pranosh një të vërtetë që ndryshon mënyrën si e sheh një situatë. Në fillim mund të duket si një moment i vështirë, por kuptimi i tij mund të të ndihmojë të marrësh vendime më të qarta. Është një periudhë ku reflektimi dhe qetësia mund të të ndihmojnë të kuptosh drejtimin që duhet të marrësh në vazhdim. Nëse arrin të dëgjosh intuitën dhe të analizosh situatën me maturi, mund të kuptosh se kjo e vërtet është në fakt një hap drejt një periudhe më të qartë. Akrepi. Për këtë shenjë, universi shpesh sjell ndryshime përmes momenteve që kërkojnë reflektim të thellë. Gjatë kësaj periudhe mund të ndodhë që një situatë që dukej e qetë të marrë një kuptim tjetër përmes një informacioni ose një bisede që hap një perspektivë të re. Një e vërtetë që del në sipërfaqe mund të bëjë të mendosh ndryshe për një vendim që lidhet me të ardhmen. Në fillim mund të duket si një moment që sjell pasiguri, por në të vërtetë mund të jetë një mundësi për të kuptuar më qartë një situatë që ka qenë e paqartë. Energjia e kësaj periudhe mund të shtyjë të dëgjosh më shumë intuitën dhe të mos injorosh sinjalet që shfaqen. Nëse arrin të reflektosh me qetësi dhe të mos reagosh me nxitim, mund të kuptosh se kjo e vërtet po hap një kapitull të ri për ty. Britsjapi. Gjatë kësaj periudhe mund të ndodhë që një situatë që lidhet me një plan ose një vendim të rëndësishëm të bëhet më e qartë se sa më parë. Një moment reflektimi ose një bisedë e rëndësishme mund të bëjë të kuptosh një të vërtetë që më parë nuk dukej e dukshme. Universi mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të analizosh me kujdes drejtimin që dëshiron të marrësh. Në fillim mund të duket si një ndryshim i papritur, por kuptimi i tij mund të bëhet më i qartë ndërsa e mendon më thellë. Është një moment ku logjika dhe qetësia mund të ndihmojnë të marrësh një vendim më të mençur. Nëse arrin të analizosh situatën me maturi dhe të mos reagosh menjëherë, mund të kuptosh se kjo e vërtet po të ndihmon të ndërtosh një drejtim më të fortë për planet që ke menduar për të ardhmen. Ndonjëherë një e vërtet që del në sipërfaqe nuk është një pengesë, por një moment që na ndihmon të shohim më qartë rrugën përpara. Nëse ndjen se kjo energji lidhet me ty, shkruaj në komente fjalën e vërteta. Mos haro të bësh like, të shpërndash videon dhe të abonohesh në kanal për më shumë mesazhe dhe sinjale nga universi.